Në filmin Guximi, si që the dhe vetë, dy meshkuj zihen për ty? Një femër. Në realitet, për Laurën atje. Për Laurën. Po për Livian, ka dy meshkuj që janë zënë dhe njëherë. Si që ndodhë dhe Aulona në jetën tonë të përdiqme, që ti në moment që kryon një lidhje të retë, kthehet ishi. Gjithmonë. Gjithmonë. Kur e shep që ti po bën një hap më të mirë përpara, aty kthehet ishi. Ashtu ishte edhe te filmi. Driloni preko realitetin që ndodhë tek femrat dhe që ti femrat sot pa dashur të parajgjikoj asnjë gocë, se mund të keq kuptohet, ka një burr të martuar dhe për të plotësuar kushtet jetësore, kanë zgjedhur mënyrën e tyre më të lehtë apo më të vështirë, varet çdo njeri e mendon si doj vetë, edhe ai e solli këtë tek filmi. Më pëlqeu shumë skenari, regjia ishte shumë e bukur. Më pëlqeu që kur e lexova. Por në realitet janë zënë njëherë dy meshkuj për ty? Se di. Si më se di? Ti je vetëm, je në një... Jo, unë jam single. Jam single. Për momentin jam single. Gjithë kjo, si mundet? Por je e bukur është më keq. Sepse njerëzit mendojnë se ti kushe di ka, ose mendojnë këtë pjesën që nuk do e mbaj dot. I largon frika. Shpesh njerëzit i largon frika. Ua, sa e bukur, ke thënë gjëra shumë të bukura, Livia. Më pëlqejnë, shumë e vërtet, shpesh njerëzit i largon frika, sepse janë frika cakë, kush është guzimtar, nuk largohet. Nuk të lënë për asnjë gjë në botë, kështu mendoj. Por më tepër një vajzë e bukur, aktore, bëhet akoma dhe më e vështirë për meshkujt, për ta pranuar. Mua më ndodh shpesh edhe në tavolinë kur ulem me një njerëz të rinj, nëse ti je aktore. Qa do të thotë që jam aktore? Unë mendoj që çdo njeri në këtë jetë është aktor. Thjesht ne kemi hapin që hidhemi në skenë dhe të tjerët rinë spektator. Por që është më keq nga ato që rinë spektator, mendoj unë, aktor të fshehur, se sa ato që kanë guximin dhe hidhen në skenë.